Për herë të parë në kryeqytet, fëmijët me aftësi të kufizuar do të kenë mundësi të kenë një park lojrash posaçërisht për ta në kuadër të Tirana Smart City. Për herë të parë në kryeqytet, fëmijët me aftësi të kufizuar do të kenë mundësi të kenë një park lojrash posaçërisht për ta në kuadër të Tirana Smart City. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj në një konferencë të përbashkët Tirana Smart City, si dhe me drejtoreshën rajonale për Europën ka theksuar sot se qytetarëve do t'ju ofrohen shërbime cilësore. Tirana Open Data do t'jetë një nga projektet tona kryesore që do të ndjekim me PNUD-in për të siguruar që Bashkia e Tiranës është bashkia më transparente në Republikë, për të kaluar disa procese online, siç janë lejet e ndërtimit, lejet e zhvillimit, siç janë marrja e shumë prej dokumentacioneve, licencave, marrëdhënia financiare, pagesat me bashkinë. Një pjesë e këtij modernizimi tashmë ka filluar me mënyrën se si janë konsoliduar të gjitha pagesat vetëm në faturën e ujit, po është vetëm fillimi. Dhe besoj që do të sjellë të mira koncepti i Tiranës hapur nga ana e informacionit dhe për të vendosur çdo informacion të bashkisë online, spari për qytetarë dhe për të pasur një sistem të shëndetshëm transparence. Ne kemi filluar gjithashtu disa projekte prapë në këtë fushë. Tirana ime, një aplikacion që shpresoj shumica për ju që keni në aparatin tuaj, është një mënyrë praktike se si secili mund të bëhet kryetar bashkie. Ne çdo ditë zgjidhim dhjetra, disa ditë qindra problematika të vogla, nga një pulset e prishur, ke një dritë e djegur, ke një pemë e thyer. Mëteja i shtoi se Smart City ishte një fillim i mirë. Besoj se do të sjellë mjaft të mira koncepti një Tiranë e hapur në informacion për të siguruar shërbime cilësore në kohë reale. Kemi filluar një projekt të rëndësishëm ku secili mund të bëhet kryetar bashkie duke raportuar problematikat e komunitetit ku jeton. Veliaj vuri theksin se njerëzit nuk kanë nevojë për trajtime, por për punë konkrete, për strehim dhe punësim së pari. Ndërsa drejtoresha rajonale për Europën ka thënë se Tirana ka një potencial të bëhet një metropol ku mund të ofrohen shërbime cilësore. Dua të them që kjo mënyrë e re u krijon mundësi qytetarëve të kenë akses me të dhënat, që ka të bëjë me transparencën dhe llogaridhënien e politikanëve ndaj publikut. Sipas saj, Bashkia e Tiranës po jep përgjigje sfidave të kohës përmes inovacionit për një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik.